Ndërkohë, me që erdhëm tek Hormuzi mentor, ajo që më bëri përshtypje është që lexova një lajm, domethënë që në Axios që presidenti Erdogan po bënte të pamundurën që t'i ndalonte vendet e gjirit që t'i bashkoheshin këtij frontit të SBA Izrael kundër Iranit. Sa i mundur është ky skenar, sepse duhet themi që Irani ka parajmëruar që nëse do të futen, nëse SBA do të futet me trupa në ishullin Karg, do të godasi vendin nga i cili do nisen këto trupa, pra do ta shkatërrojë totalisht. Pra, si e shikon këtë lloj, sepse ajo që po shikojmë është një nivel përshkallëzimi i atill që nëse këta hyjnë me trupa, dhe unë jam dakord që hyrja me trupa ka ato sfida që ka, por Irani ka kërcënuar që do ta shkatërrojë, do ta shfaros, fshin nga harta tërësisht atë vend nga i cili do nisen. Nuk e ka përcaktuar emrin, të paktën te lajmi që lexova unë. Pra, ndërkohë Erdogan përpiqet që këto vende t'i mbajë larg këtij konflikti. Si e shikon mundësinë e një përshkallëzimi ku nëse edhe vendet e gjirit vendosen t'i bashkohen në këtij sulmi kundër Iranit? Deri tani ne kemi parë që vendet e gjirit kanë mbajtur një pozitë të ambiguiteti në këtë luftë. Kanë dënuar natyrisht Iranin për sulmet që ka bërë mbi sovranitetin e tyre, mbi territorin e tyre, por nga ana tjetër kanë refuzuar që të bëhen pale drejt për drejt në sulmet ndaj Iranit. Një. Zdyti, natyrisht që edhe brenda vendeve të gjirit ka opinione të ndryshme. Ka i qëndrim më radikal nga Emiratet e Bashkuara Arabe kundër Iranit dhe një qëndrim ambig nga ana e Arabisë Saudite. Ka patur lajme që kanë qarkulluar nga New York Times se kështu me radhë që MBS, pra Mohammed bin Salman, princi i Arabisë Saudite, ka ndikuar mbi presidentin Trump që ta çojë deri në fund luftën me Iranin, çka nuk është konfirmuar nga Arabia Saudite dhe nuk e dim, a është një psyop, pra një operacion propagandistik nga Izraeli, apo është e vërtet kjo gjë. Deri tani ne nuk kemi të konfirmuar ndonjë informacion sa i përket qëndrimit të Arabisë Saudite. Nga ana tjetër, kemi një qëndrim shumë më inteligjent nga Katari, i artikuluar jo më larg se sa dje nga zëdhënësi i Ministrisë Jashtme, i cili thotë që Irani përballë nesh për mira vjeçar, ka ekzistuar aty. Ne kemi ekzistuar në mira vite. Dhe do të ekzistojmë përballë njëri tjetrit. Dhe do duhet që të gjejmë një mënyrë se si të bashkëjetojmë me njëri tjetrin. Dhe këtu duhet vi tek ajo që thot tek angazhimi i presidentit Erdogan, i cili është pak a shumë në të njëjtën linjë me këtë opinion të Katarit. Irani do të jetë aty, sido që të ndodhë, sido që të shkojnë gjërat, Irani është aty, Irani nuk ka për të zhdukur. Nuk mund të ketë anihilim total të një armiku sot. Prandaj duhen gjetur mekanizmat se si Irani të ruaj deterrencën për vete, por të mos përbëj kërcënim për fqinjet. Prandaj, Irani gjen në një pozitë shumë të vështirë. Nga njëra anë, duhet të tregoj deterrencë maksimale përballë Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Izraelit. Nga ana tjetër, duke treguar deterrencë maksimale ndaj Izraelit dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës, nxit frikën e madhe të vendeve fqinje dhe në mënyrë të veçantë të vendeve të gjirit. Duke krijuar mundësinë që ato nga frika të përfshihen, t'i bashkohen Shtetet Bashkuara të Amerikës në këtë luftë, e cila mund të ishte me pasoja dramatike po për vetë ata. Prandaj, në politikën ndërkombëtare, në marrëdhënien ndërkombëtare, dilemat e sigurisë janë përcaktuese dhe vendimtare shpeshherë në luftë. Aktorët natyrisht janë racional, por operojnë në mungesën e informacionit të plot dhe dijenis mbi intencionet dhe kapacitetet e kundërshtarit.
Prandaj, çdo veprim i njërës palë sjell reagime të pasynuara nga pala tjetër. Dhe lufta ka hyrë në këtë fazë e cila është shumë e vështirë për të menaxhuar. Dhe një eskalim prodhon një eskalim tjetër, një përshkallëzim tjetër. Duhet thënë që Irani deri në këtë moment ka patur kontroll mbi nivelin e përshkallëzimit. Pavarësisht se në fillim ne mendonin që Irani do të bënte një luftë tërësisht asimetrike, në fakt deterrenca e Iranit kohët e fundit në mënyrë të veçantë ka qenë simetrike. I është goditur infrastruktura energjetike, ka goditur infrastrukturën energjetike. I është goditur infrastruktura civile, ka goditur infrastrukturën civile. Pra, po përpiqen që të mbajnë një nivel deterrence i cili nuk shkakton një trembje aq të madhe të vendeve të gjirit, saqë ato të bashkohen me Shtetet Bashkuara të Amerikës. A ja ka dalë deri në këto momente? Kjo është shumë e dyshimt, sepse dëmet që ka shkaktuar tek vendet e gjirit janë dëme kolosale, jo vetëm ato imediate në fushën e industrisë naftës dhe të gazit, por edhe në afatgjat, në besimin që ishte krijuar tek investitorët për sigurinë e këtyre vendeve, çka do të përkthehet në humbje 10 miliard dollar në të ardhmen e afërt dhe të mesme për vendet e gjirit, të cilat në fakt nuk ishin ato që e zgjodhen luftën, por janë thjesht subjekt i një lufte ndërmjet amerikanëve, izraelitë dhe iranianëve. Mentor, së fundmi ka një lajm, përveç lajmeve që shpesh kemi dëgjuar në raport me rolin që Rusia ka marrë në këtë luftë, përveç një qëndrimi të qartë për mënyrën se si duhet zgjidhur kjo mosmarrëveshje dhe ky konflikt, ka lajme që Rusia ka nisur drejt Iranit, ilaçe, ndihma tjera, por edhe dron. Si e vlerëson rolin e Rusisë, qoftë edhe Kinës në këtë konflikt, dhe çfarë mendon dhe si mendon se e komplikon situatën ky qëndrim i Rusisë në raport me mënyrën se si duhet zgjidhur konflikti? Në fillim u krijua përshtypja që Irani ishte i vetëm. Sepse befasia e goditjes ishte aq e madhe dhe goditja ishte aq agresive, saqë reagimi ishte shumë i vështirë nga ana e Iranit. Dhe ne menduam që Irani ishte i vetmuar në këtë luftë. Por me kalimin e kohës, sepse ideja në fillim ishte që u paralizua i gjithë zinxhiri i komandës dhe kontrollit, dhe iranianët po funksiononin në mënyrë të decentralizuar, ajo ideja e decentralizimit të gardës revolucionare kështu me radhë. Dhe kishte një perceptim përgjithshëm që nuk ka një zinxhir komande dhe kontrolli në pikpamje politike dhe në pikpamje ushtarake. Por me kalimin e kohës ne kemi parë që kjo është një iluzion. Në fakt, ata ruajnë një zinxhir të komandës dhe të kontrollit, qoftë në pikpamje të direktivave politike, qoftë në pikpamje të atyre ushtarake dhe të përgjigjeve ushtarake. Natyrisht që kjo ka krijuar, ka rritur konfidencën edhe me sa duket edhe tek aleatët e Iranit, që janë Rusia dhe Kina. Dhe është pothuajse e sigurt që të dyja palët dhe në mënyrë të veçantë Rusia ka ndihmuar Iranin në fushën e inteligjencës ushtarake dhe të inteligjencës hapësinore në mënyrë të veçantë, për të targetuar objektivat e Izraelit dhe të Shtetit Bashkuara të Amerikës, sepse Irani nuk ka kapacitete survejuese vëzhgimi nga satelitët për të patur një nivel të tillë precizioni në goditjet që ka demonstruar gjatë gjithë këtyre ditëve dhe javëve. Në këtë pikpamje, ajo që është më e besueshme është që Rusia dhe Kina kanë gjetur kanalet e duhura për të përcjellë informacione, inteligjencë shumë të vlefshme për Izraelin. Dhe natyrisht që kjo është krejtësisht e kuptueshme në kushtet ku ndodhemi. Dhe në mënyrë të veçantë në kushtet ku gjendet Rusia. Keni parasysh që një prej shkaqeve të rezistencës së Ukrainës
shkaqeve kryesore është furnizimi me inteligjencë super të saktë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për ushtrinë ukrainase për të goditur objektivat rus. Dhe natyrisht që kjo është një kundërpërgjigje nga ana e Rusisë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe kjo ishte e pritshme. Ajo që ishte e diskutueshme ishte a kishte kapacitetet e nevojshme Rusia për t'i përcjell këto informacione të vlefshme Iranit. Me sa duket, ka kapacitetet për ta bërë këtë. Po ashtu ka kapacitetet edhe Kina për të përcjell qoftë teknologji ushtarake, qoftë inteligjencë ushtarake për Iranin. Dhe sa më shumë është rritur në konfidencë Irani përballë sulmeve, besoj aq më shumë është shtuar oreksi i aleatëve Rusisë dhe Kinës për të ndihmuar Iranin në këtë betejë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sepse me të vërtetë kjo është një luftë e cila po ekspozon kufijt, limitet e deterrencës amerikane dhe për fat të keq do të hap një dritare shumë të rrezikshme në të ardhmen për qëndrueshmërinë e sistemit ndërkombëtar. Mentor, të falenderoj shumë që të kisha. Kënaqësi. Faleminderit, kënaqësi gjithashtu. Në këtë pjesë të dytë të emisionit është bashkuar me mua Arjan Galdini. Arjan, kënaqësi që të kam. Faleminderit për ftesën. Avokat Rezart Kthupi, avokat kënaqësi që të kam. Gjithashtu Redi. Arber Hitaj, koleg gazetar. Faleminderit. Dhe Leonard Karaj, miku i emisionit, tashmë me Zoom nga zyra e tij. Avokat, kënaqësi që të kam. Përshëndetje Redi, përshëndetje të ftuarve. Avokat, do ta nis më një herë me ty në lidhje me lajmet që ka filluar të zihej, a do më thënë ato situatat brenda Partisë Socialiste, këneta e Partisë Socialiste do të shpreh kryeministri Rama, pra dinozaurët e kënetës së PS-s kanë filluar të lëvizin, a jemi përballë një fakti ku ka një përpjekje apo një lëvizje të vërtet brenda Partisë Socialiste që do tentoj të sfidoj kryeministrin Rama, apo jemi tek ajo që ai filmi, ajo supa që jemi mësuar ta ham vazhdimisht në media, që bëhet sikur ka një kryengritje në bodrumet e PS-s, por që në fakt nuk është gjë tjetër veçse një telenovel që shtyhet për më vonë. Unë besoj këtë të dytën që sa po artikulove, nuk besoj domethënë që në Partinë Socialiste ka kaq shumë demokraci sa të ketë ndonjë kryengritje të demokratizuar. Kjo për vetë faktin se edhe Partia Socialiste, sikundar ajo demokratike, janë të drejtuara në mënyrë autokratike, piramidale, aty vendos uni, pra kryetari, dhe gjithkush tjetër pastaj që tenton të ngrej krye, do përfundoj si kurbani i radhës, përdesa po flasim për zotin Rama, apo si të vetë përjashtuarit, nëse do e lidhim me atë që po ndodh me Ervin Salianin në Partinë Demokratike. Duke i rikthyer pyetjes tënde, unë mendoj domethënë që më shumë se sa një luftë për demokratizimin e Partisë Socialiste nga ana e zonjës Spiropali, ka një lloj qef mbetje, po e quaj kështu, po e ledhatoj sado pak tok fjalshin, që deri diku është tërësisht i justifikueshëm, sepse zonja Spiropali është larguar nga pozicioni i ministres së jashtme në mënyrë krejt të beft, aq sa gjithkush mund të thotë ore çfarë mëkati të madh pas kështë bërë zonja Spiropali që në krye të 4-5 muajve, aq që qëndroi në atë dikaster, të duhet të largohet. Pra, në qoftë se ne nuk dim se çfarë ka ndodhur underground midis Spiropalit dhe zotit Rama, gjithkush vën në pikë pyetje pastaj mënyrën e menaxhimit të kësaj qeverisje nga Edi Rama. Po, kjo nuk është ndonjë risi e madhe, kush e di se çfarë, se ne jemi mësuar tashmë re që të paktën në këto vitet e fundit, ministrat e zotit Rama nuk e din a janë ministra, kur janë ministra dhe kush karkohen si ministra. Pra sepse aty Rama ka hequr të drejtën që edhe të kenë atë mundësinë që ta dinë
paraprakisht që do jenë në një punë apo jo. Sepse ai Gjithsesi, jo shpesh kemi pasur deklarata të tilla si e zonjës Spiropali. Zonja Spiropali, po do që ta marrësh në këtë lloj sensi, është kurbani i radhës, duke e lidhur këtë me atë çfarë ka ndodhur në të shkuarën e afërt, edhe me LMN-n e famshme në vitet 2010, por po të duhesh të vishte pak më afër këtej me zotin Ditmir Bushati, me zotin Arben Ahmetaj, edhe me shumë emisarë të tjerë të Partisë Socialiste, të cilët ose kanë kaluar në skalionin e dytë, ose nuk janë fare më, le themi, në këtë parti. Unë, zonjë Spiropali, përkundrejt të gjithave që ka ndodhur aty, mund ta vendosja në një të njëjtin standard me zotin Ditmir Bushati. Kjo nisur edhe nga fakti se kanë mbajtur të njëjtin dikaster në momentin ku janë larguar nga Rama. Edhe Ditmir Bushati ishte larguar nga Rama në momentin kur ka qenë ministri i jashtëm. Aso kohë përfol shumë për le themi protagonizmin që kishte marrë zoti Ditmir Bushati në qeverisjen e zotit Rama. Kujtoni fort mirë marrëveshjen që ai bënte me homologun e tij grek, dhe kjo në një mënyrë apo në një tjetër u pa dhe me një lloj xhelozie nga zoti Rama aso kohë. Unë vazhdoj akoma t'i besoj idesë që Ditmir Bushati ka qenë një nga ata socialistët dok, njerëzit që realisht i bënin mirë, jo vetëm Partisë Socialiste, por edhe politikës në tërësinë e vet, dhe do duhet të ishte akoma për mendimin tim pjesë e kësaj politike qoftë kaq edhe le të themi anadullake në të cilën ne jetojmë. Në këtë prizëm do i dua ta shikoj edhe zonjën Spiropali, pavarësisht faktit se leksiku dhe diskursi i zonjës Spiropali ka qenë më joshës, shumë herë më joshë, asa neve kemi bërë meme dhe batuta me thënjet e zonjës Spiropali, Skënderbeu, Mamica, me këto bëhen dhe filma, dhe të duket e çuditshme që nga një pozicion kaq i lartë që ka pasur në mendjen e zotit Rama, zonja Spiropali, kujto para një viti e ca 2 vjetësh, ma kujtoj mbrëm Rezi, në fakt në një diskurs që kemi pasur, kur i thoshte zoti Rama edhe një 18-20 vjeçare që ishte në Kongresin e Partisë Socialiste, ja Elisa e ardhshme e Partisë Socialiste. Pra, Elisa Spiropali për zotin Rama të paktën në këto vite të fundit ka qenë, le të themi, një lloj personi që tregonte imazhin mirëbërës të asaj partie. Çudia ndodhi që sot duket sikur ka një përballje midis kryeministrit dhe zonjës Spiropali, e cila në përfundim të gjithë gjës, unë analizoj dhe besoj domethënë që do përfundojnë si të gjithë ata që kanë qenë në Partinë Socialiste, pra çfarë u bë, asgjë, çfarë u pol, kusgjë dhe çfarë arritëm në asgjë. Arbër, si e lexon këtë përplasje në Partinë Socialiste? Shiko, nga jashtë mund të duket si një lloj përplasje, por nëse hyn dhe shikon detajet, jam dakord me atë një pjesë që thanë Ardi, është më shumë një qefmbetje zonjës Spiropali që u larguan në mënyrë të beftë, pa bërë gati as një vit në krye të Ministrisë së Jashtme dhe pa dhënë dhe pa lënë ndonjë rol dhe pa dhënë shenjë. Unë besoj që kjo është arsyeja kryesore e kësaj pakënaqësie të zonjës Spiropali, sepse në gjithë këto vite nuk është quar për asnjë qëndrim i cili ka qenë jashtë vijës së partisë. Madje ka qenë ajo që ka guxuar më shumë në përkëdheljet dhe në vllastimet që i ka bërë zoti Rama. Pa hyrë në përsëritje ato të Skënderbeut, por edhe deklarata të tjera. Pra nuk është quar në asnjë moment zonja Spiropali. Po cila është arsyeja e largimit? Ajo që mendoj unë do ta them, pra nuk është quar për ndonjë protagonizëm politik. Ka qenë më shumë një dhënie peshe, dhe patjetër edhe pozicionet që ka patur, se sa ka qenë kryetare kuvendi së fundmi. Po ka qenë zonja Lindita Nikolla dhe ne kemi parë zhdukur fare që kur ka ikur nga posti. Madje ka qenë më jetë gjatë se sa zonja Spiropali. Ku është, asnjë s'di ta thotë, është deputete, po politikisht po flas gjithë. Po. Pra nuk është se janë emra të cilët të ngelin në mendje, madje zonja Spiropali në këto vite nuk është se nuk ka patur asnjë sukses. Ka qenë më i shkatruar kuvendi i Shqipërisë kur ishte ajo në krye të kuvendit, zindas ta menaxhonte. Pra ka qenë për mua mbetet një politikane e dobët, ka qenë ministër shteti për parlamentit, e cila i ka dhënë vetes së saj atribute që nuk i ka patur dhe nuk është se ka spikatur. Suksesi i saj më i madh në gjithë këto vite ka qenë në Shkodër, ku ishte deleguar në Shkodër, por që ishte shumë faktorë që ndikuan që Partia Socialiste të merrte bashkinë. Pse e largoi? Në një moment ka patur një rënje. Ka patur një rënje politike, po ndërkohë zonja Spiropali me të vetën ka patur një rritje.
dhe në qasje që ka patur. Dhe unë mendoj e para njërë është përplasja që ka patur me zonjën Balluku. Okej. Shumë zëra që ti themi hapur, shumë zëra brenda Partisë Socialiste e kritikojnë si individin i cili fliste keq në ambasadat, kryesisht në ambasadën gjermane. E ka thënë zoti Rama dhe në mbledhjen e grupit parlamentar, pa e përmendur me emër, por gjithmonë është aluduar edhe nga kontaktet që kanë patur me disa socialistë, është aluduar që kjo vetëm për gjermanishten apo dhe për anglishten se Shiko, unë nuk besoj që zënja Spiropali ka shkuar aq larg, dhe te Gjermania ka qenë më shumë vizita e fundit e Krishbaun, se zënja Spiropali nuk ka patur takime të nivelit lart as në Angli as në Gjermani për hir të së vërtetës. Kështu që kanë qenë Gjermania, vizita e zotit Krishbaun, konkretisht dhe disa deputetëve gjerman që erdhën këtu. Kjo ka qenë një nga arsyet. Përplasja me zonjën Balluku, zonja Spiropali e ka patur dhe më herët. Kanë qenë dhe në mbledhje kryesie dhe në mbledhje partie që janë zënë jashtëzakonisht keq në debate me njëra tjetrën. Pra nuk është se filloi tani. Dhe vijoi pastaj edhe me një mosplotësim të asaj kërkese që zoti Rama ka patur ndaj saj, që duhet të punonte pak më shumë me palën gjermane në këtë situatë, sidomos kohët e fundit, gjë që nuk e bëri, po ta shkoi zonjën Spiropali, shkonte në Ukrainë, ndërkohë Ukrainë një vend si Shqipëria që nuk ka asnjë lloj impakti në luftën atje, shkoi vetëm për turizëm dhe për të marrë çmim. Rama e largoi për shkak të përplasjes me Ballukun se tani më do të marrë hapasapë. Okej. Do të marrë hapasapë gjitha. Pastaj ditën që e shkarkoi, një ditë para ishte në Kosovë, takoi Glauko Newson, kryetari i Kuvendit të Kosovës, dhe tha ne do bashkëpunojmë me njëri tjetrin. Çfarë lidhje ka? Çfarë do thotë Ministri i jashtëm i Shqipërisë takon ministrin e jashtëm të Kosovës dhe bën deklarata të cilat nuk kanë asnjë impakt, ose vajtja e saj në Ukrainë ishte një vajtje çfarë impakti solli kot. Ndërkohë Shqipëria sfidën, nëse ka një sfidë për momentin, Ministria e Jashtme e ka me Bashkimin Evropian, se te bordi i paqes është autoritetin e ka marrë vetë Rama, edhe pjesën e vajtjes atje, firmosit e tjerë. Ngërçi është qartazi me BE-n. Po, kjo është e vërtetë. Tani ngërçi është qartazi me BE-n, dhe zonja Spiropali shkonte në Ukrainë. Vite dhe njërë për qeshë, ku i shikoj ato deklaratat për shtypje dhe njoftimet, të më thënë, qesharake të nivelit shumë mediokër, e kupton? Dhe ndoshta kapi megalomania. Pra unë shikoja një megalomani të zonjës Spiropali. Dhe këtë më thoshin edhe shumë kolegë që merreshin me atë ministri, që ishte pa mundur aksesi. Edhe 1-2 intervista me zi ka dhënë, pra nga një njeri i cili ishte popullor, u mbyll ajo guaska saj dhe filloi tash rolin e liderit global e ka tjetër kush, nuk e ka zonja Spiropali. Pra nuk mund të ketë dhe lider global dhe lidere globale. Domethënë kishte një mungesë shumë të qartë kohezioni nga ana e saj në drejtim të zotit Rama. Dhe mosbërja diçka e konkrete mendoj unë me Gjermaninë i solli këtë impakt dhe përplasja me zonjën Balluku që ishte gati përplasje ballore. Gjë e parë që ka bërë një nga gjërat kryesore që ka bërë kryetari i Kuvendit, dhe ku duket që Shqipëria